Mirat e nderovan nga institucionet të ndryshme deri në muajin nëntor të këtij viti me vlerë mbi 750 milionë euro. Por prej tyre vetëm 351 kontrata u nënshkruan me procedurë të negociuar. Kjo shifër është për 42% më e ulët se sa ajo e viti 2024, kur për 12 muaj ishin dhënë hiç më pak se 607 tender, ndonse disa prej tyre ishin aneks kontrata. Megjithatë, autoritetet kontraktuese që dhanë më shumë kontrata të tilla janë ato të ngjashme me të vitit 2024. Pjesëmarrje më të madhe ka korporata energjetike, pra KEKO, po edhe niveli lokal pra merr pjesë me një shifër të konsiderueshme. Sidoqoftë, vetë ulja e kësaj shifre sipas njerëzve të prokurimit është një hap pozitiv në funksion të transparencës për shpenzimin e paras publike. Mendoj që kjo është një gjë pozitive e cila i kontribon transparencës dhe konkurrencës së lirë mes operatorëve ekonomik. Pasi kontratat një burimore, problemi i tyre kryesor është se nuk ka konkurrencë mes operatorëve ekonomik, pra mendoj se është një hap pozitiv. Numri i madh i kontratave një burimore për vitin 2024 ishte përmendur edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit.